Devolli në pikturë ishte aktiviteti më i fundit artistik që mblodhi piktorë nga Shqipëria dhe Kosova në kuadër të kolonisë së piktorëve, e zhvilluar në Devoll nga data 3 deri më 6 prill 2025. Për disa ditë me radhë, penela dhe telajot shumë ngjyrshe u bën dëshmitare të frymëzimit që natyra dhe peizazhet mahnitëse të Devollit sollën për artistët. E njohur për bukuritë e saj natyrore, kjo zonë u shndrua në një oazë të artit, ku u gërshetuan ngjyrat e tokës, qiellit dhe shpirtit artistik. Në pikturat e realizuara gjatë kolonisë, çdo artist solli në mënyrën e vet kontrastin mes reales dhe surreales, abstraktes dhe tradicionales, duke shprehur përmes finesës së penelit në një pasqyrë të pasur kulturore dhe emocionale të Devollit. Piktorët pjesëmarrës u shprehun të mahnitur jo vetëm nga peizazhi frymëzues, por edhe nga mikpritja dhe bujaria e banorëve vendas, duke theksuar se Devolli është një destinacion që duhet vizituar në çdo stin të vitit. Ky aktivitet artistik u konsiderua si një mundësi e shkëlqyer për të promovuar zonën dhe për të forcuar lidhjet kulturore mes artistëve nga të dy anët e kufirit shqiptar.